Zoti i Madhreshëm, 4 gjëra i shfaqin këtë botë, i bëri fizike, dhe 4 tjera i fshehu, i bëri gajb, si që themi ne në gjuhën e fesë, i bëri të fshehta, i bëri metafizike, i zbuloi shumicën e krijesave, i bëri fizike, e fshehu veten e tij. I shfaqi, i zbuloi trupat dhe i fshehu shpirtrat. E bëri këtë botë fizike, e zbuloi këtë botë me gjitha gjesendet e saja dhe e fshehu botën tjetër, botën e përjetshme. E bëri të ditur vlerën e gjesendeve në këtë botë, por e fshehu shpërblimin e veprave të mira. Pse e bëri Zoti kësaj? Sepse besimi është shtylla themelore e fesë. Dhe baza e besimit është të besosh të fshehtën. Zoti i Madhreshëm, kur i lavdron besimtarët në hyrje të Kuranit fisnik, thot, ata të cilët besojnë në gajb, besojnë në të fshehtën, për të cilën i ka informu Allahu i Madhreshëm. Sepse kjo botë fizike është vetëm një segment, është vetëm një pjesë e vogël në atë mozaikun e gjithë ekzistencës madhështore që ka kriju Zoti i Madhreshëm. Prandaj si e tillë, si pjesë e vogël e gjithë ekzistencës, nuk e duron që në të futet gjithë madhështia e ekzistencës, gjitha dimenzionet tjera të ekzistencës. Prandaj, ai që beson në botën e fshehtë, në realitet beson edhe në dimenzionet tjera të ekzistencës. Ndërsa ai që beson vetëm në botën fizike, i bjen që të menduarit e tij është rob dhe është i burgosur vetëm në botën fizike. Është mirë ta dini që besimtari qartazi e bën dallimin midis 3 fushave, 3 niveleve. Numër 1 është niveli i arsyes, i mendjes, i logjikës. Numër 2 është niveli i zbulesës, i shpalljes, i asaj që vjen nga Zoti i Madhreshëm, që ne e quajmë feje, e quajmë besim. Dhe 3 është niveli i bestytnive, i gjërave të kota. Për mendjen e një ateisti, gjithçka që e kalon arsyen mund të jetë bestytni. Ndërkaq, për mendjen e një besimtari, këto 2 gjëra kanë dallim. Zbulesa, shpallja, feja, gajbi e fshehta sipas feje, është çdo gjë që i kalon për masat e logjikës, çdo gjë të cilën nuk mund të akceptoj mendja, pra futet në botën e të fshehtës. Por jo domosdoshmërisht ajo bjen ndesh me mendjen. Ajo vetëm i kalon për masat e mendjes, e kalon dimenzionin e logjikës edhe arsyes.